Për të kryer një vrasje perfekte dhe që autoritetet ta kenë të vështirë gjetjen e autorëve, këta të fundit, sendet për arritjen finale të qëllimit nisin të sigurojnë shumë kohë më përpara. Përveç armëve të cilat gjenden në shumë raste përmes një aleance të pashkruar biznesi me grupe të tjera kriminale, me rëndësi janë makinat që do të përdoren për krimin. Edhe vitin që lam pas nuk munguan rastet që makinat e përdorura në atentate të frikshme u trafikuan nga jashtë, por jo gjithmonë përdoren për krime. Shitja e tyre pasi fillimisht janë vjedhur në vendet europiane është një treg i zi i lakmuar. Në disa raste, një punë e mirë e antitrafiqeve ka sjellë si rezultat pikasin e tyre dhe rrjedhimisht sekuestrimin. Një raport i Ministrisë së Brendshme nënvizon se gjatë vitit 2025 u evidentuan 224 raste të trafikimit të mjeteve motorike, 10 më shumë se sa në 2024. Kryesisht janë makina luksoze, por që nuk mungojnë edhe motocikletat për të pasionuarit. Tipike janë vjedhjet në Gjermani dhe disa shtete të tjera për t'i shitur në Shqipëri. Në shumë raste blerësi brenda vendit nuk është në dieni, por kjo nuk i ka shpëtuar nga hetimi në gjendje të lirë. Makinat që sillen në mënyrë të paligjshme shpesh pajisen me dokumentacion fals me akt gjitjesh. Nga ana tjetër, të dhënat zyrtare flasin për vimësi të trafikimit të armëve. Trendi është në vijshmëri, pavarësisht se krahasuar me 2024 ka ulje. Vitin që lam pas, antitrafiqet goditën 32 raste, 9 më pak se në 2024. Në Shqipëri të rralla në rastet që atentatet kryen me armë të trashëguara nga 97, përveç rasteve të krimit në familje. Agresiviteti i grupeve kriminale dhe financimi i tyre u ka dhënë luksin për përdorimin e armëve të reja në mënyrë që dështimi të jetë sa më i vogël. Arma automatike të reja dhe pistoleta prodhimi markave prestigjioze perëndimore që trafikohen brenda vendit, kryesisht përmes kufirit toksor, por jo vetëm. Armët e kapura edhe vitin që lam pas vijojnë kryesisht të vinë nga Serbia, kalojnë në Kosovë dhe në fund brenda vendit. Grupet kriminale që merren vetëm me trafikimin i shesin me çmime që variojnë nga 500 deri në 2000 euro në grupe të tjera që kanë hesape të pambyllura. Territori i vendit përdoret për kalim të armëve edhe në Greqi. Një treg i lakmueshëm është kalimi i pistoletave edhe përmes porteve dhe aeroporteve, kryesisht në drejtim të Britanisë së Madhe. Strukturat e rendit e konsiderojnë këtë fenomen si një kërcënim serioz, ndërsa theksojnë se lufta ndaj tij kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërkombëtar dhe goditje të rrjeteve financiare që e mbajnë gjallë këtë treg të zi.